Nga Korça, ku ndodhej me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, kryetari i qeverisë Sali Berisha ka akuzuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po bën lojra politike me procesin e integrimit dhe kjo pasi bllokoi për 2 vite me radhë shanset e vendit për statusin kandidat në Bashkimin Evropian. Zoti Berisha i kujtoi lidershipit roz qëndrimet e ditëve të fundit, qëndrimin e pazakont me kodin penal, të cilin socialistët refuzuan ta votojnë në komisione dhe në një zhvillim surpriz votuan pro ti në seancë plenare. Nga vendi që dokumenton historinë e mësënjtore së parë shqipe, kryeministri adresoi një pyetje kryetarit të Partisë Socialiste, i cili për koincidencë ndodhej në Korçë me rastin e 7 marsit. Unë duhet t'i shtroj një pyetje zotit Edi Rama që me sa di unë e ka vizituar sot këtë tempull. Dje u zotove dhe më erdhi mirë se do votojmë çdo gjë dhe se kemi bërë çdo gjë, kemi votuar gjithçka që kërkohet në procesin e statusit të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Kjo është pozitive. Po 10 ditë më parë, kur urdhërove grupin parlamentar dhe vendose që të mos votonte kodin penal, kur deklarove të bllokuara reformat, i bëre këto për të ndihmuar Shqipërinë apo Serbinë. Kryeministri apeloi që integrimi të konsiderohet si një proces në interesin më të mirë të vendit dhe jo si flamur fitoreje politike. Si një proces i cili nuk mund të jetë tjetër përveç se kontributi të gjithë shqiptarëve dhe forcave politike, si një proces në të cilin nuk ka asnjë të humbur, ka vetëm të fituar. Si një proces i cili buron thellë nga shpirti i qytetarëve shqiptarë. Në rast se mendohet se një javë para bllokohen dhe një javë më vonë u thuhet se po kontribojmë duke u zhbllokuar, kjo është një këngë, kjo është një melodi e trishtuar që shqiptarët e kanë dëgjuar për 43 vjet me radhë nga etrit e tyre dhe nuk e besojnë më.